Por i kthehemi në studio të ndëruar shikues, se ne vazhdueshëm realisht në ditët botërore të shëndetit oral kemi folur në studio qoftë për një udhëtim, qoftë për një diçka që është realizuar për këtë ditë, ose edhe për kujdesin që duhet ta kemi në përgjithësi për shëndetin oral. Kështu që njëjtë bëjmë edhe sot, por sot po shkojmë atje. Shkojmë realisht te Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës, edhe kuptojmë edhe për aktivitetet që kanë edhe për punën që e bëjnë në bazat ditore, edhe në edukim, në ndërgjegjësim, por edhe punën që kanë për me rregullu, si më thonë, edhe dhëmbë edhe problemet të ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetin oral në përgjithësi. Mirë, atëherë e kemi kolegën Ganimete Baliu Kurtishaj. Ganja është veç gati dhe për na pret me ja dhon fjalën për me vazhdu bisedën me mysafirët e ftuar. Mirëmëngjesi, përshëndetje Gane. Pëllan Zagra, mirëmëngjesi për ju në studio dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjeni. Po pra ne gjendemi këtu në QKU, konkretisht në klinikën e stomatologjisë, ku sot do të ketë një mëri aktivitetesh me rastin e ditës botërore të shëndetit oral. Kam këto Mirsat Shkreta, drejtor i Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës dhe Zana Slamiku Dalipi, UD, kryeshefe e departamentit shëndetësor në këtë qendër. Mirëmëngjesi, faleminderit për pritjen. Mirëmëngjesi. Dita botërore e shëndetit oral. Drejtor, kisha dashur të fillojmë nga ju se si kanë vetë kjo ditë dhe çka përfaqëson kjo ditë. Fillimisht, përshëndetje për gjithë shikuesit dhe faleminderit që keni përgjigjur institucionin për këtë sjellje aktivitetit tonë. Nuk ka mëngjes më të mirë, të fillojmë një mëngjes me kujdesin ndaj dhëmbëve. Dita botërore e shëndetit oral, jo më kot, është 20 marsi. Ka një kuptim simbolik. Fillimisht ka qenë datë tjetër, pastaj me konsenzus është vendosur tjetë 20 marsi për arsye se fëmijët kanë 20 dhëmbë në denticionin e parë. Po një ashtu konsiderohet që një moshuar duhet i ketë të paktën 20 dhëmbë të shëndosh në gojë për të konsideruar që ka një shëndet. Dhe të rriturit duhet i kenë 32 dhëmbë dhe nga këto 32 dhëmbë duhet të kenë 0 karjese. Që nuk kupton, do me thënë 33-20, simbolikisht është muaj 3-20. Do me thënë data 20 e ka pasqyru nevojën për të pas një shëndet oral si parakusht për të gëzuar një shëndet të përgjithshëm. Do me thënë, nuk mund të konsiderojmë shëndetin oral si të veçantë apo si të veçuar nga organizmi në përgjithësi, andaj edhe motoja si vjet e ditës botërore që shënohet në nivel global, është ndërlidhja e shëndetit oral me shëndetin e përgjithshëm. Do të thënë, ndërgjegjësimi i popullatës jo vetëm për kujdesin ndaj dhëmbëve, po për një gojë të shëndetshme në përgjithësi, që të garantojmë një shëndet i cili është parakusht për si tërsi, do me thënë, jo vetëm si e veçantë. Do me thënë, një gojë shëndetshme, një trup i shëndetshëm. Zona si klinik nuk keni vendosur që thjesht ta kaloni kështu një rutinë ditë pune, por ta shënoni me aktivitete. A mund të na ndani me çfarë aktivitete do ta shënoni këtë ditë? Faleminderit shumë pikësparit për pjesëmarrjen e juaj. Mbulimi mediatik është shumë i rëndësishëm në ndërgjegjësimin e popullatës, si dhe njëherët në promovimin e institucionit të regjistrojnë këto aktivitete të rëndësishme. Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës, në koordinim me Shërbimin Spitalor Klinik Universitar, në koordinim me Institutin e Shëndetit Publik dhe në përkrahje të plotë nga Ministria e Shëndetësisë, ka organizuar një sër aktivitetesh. Këto aktivitete kanë të bëjnë me promovimin e shëndetit oral, ndërgjegjësimin, si dhe stimulimin e krejt profesionistëve shëndetësor të QKSUK-s përmes mjekëve specialist, studentëve, specializantëve, duke shpërndarë broshura të cilat kanë të bëjnë me rëndësinë e shëndetit oral, kanë të bëjnë me prevenimin e sëmundjeve orale, të cilat munden me shkaktuar sëmundje të përgjithshme tek njeriu, si dhe ajo që është shumë e rëndësishme në ndërlidhjen e këtyre sëmundjeve, si dhe po ashtu rëndësinë e faktorit të shëndetësisë në mbulimin e këtyre patologjive. Në kuadër të aktiviteteve po ashtu kemi planifikuar vizitë në klinikën e pediatrisë dhe në klinikën e ginekologjisë. Pikë së pari, shëndeti oral fillon qysh tek nënat shtatzën, ku sëmundjet dhe patologjitë munden me u përcjell tek të posalindurit.
Më pas kemi aktivitet në klinikën e pediatrisë, si dhe në shkollat fillore me qëllim të promovimit të shëndetit oral. Po ashtu duhet përmendim se në kuadër të qendrës klinikës stomatologjike universitare kemi realizuar figurën e dhëmbit, ku figura e dhëmbit është bërë në anën e djathtë të qendrës klinikës stomatologjike, e cila simbolizon rolin e personelit shëndetësor në promovimin e shëndetit oral. Zona shënohen çdo vit aktivitete të tilla për vetëdijsimin e shëndetit oral? Këtu çdo vit qendra klinike stomatologjike në bashkëpunim edhe me shoqatën e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive organizon aktivitete të tilla, të cilat kanë rol shumë të rëndësishëm në promovim, sensibilizim të popullatës. Nga ajo që keni parë me këto aktivitete, sa është ku qëndron niveli vetëdijsues i qytetarëve ose në çfarë niveli jemi? Unë mendoj se vetëdijsimi asnjëherë nuk është i mjaftueshëm. Ne duhet të punojmë shumë ngushtë me moshat parashkollore, shkollore. Ne fillimisht duhet të punojmë shumë me prindrit, që kjo të përcillet nga gjenerata në gjenerat. Dhe simboli i 20 marsit, 20 dhëmb, qëllimi është që derisa të mbrin mosha geriatrike ose mosha e pleqshërisë, pacienti të ketë 20 dhëmb të shëndetshëm në gojë dhe funksional. Drejtor, me qenë se jemi në klinik, nuk mundem me shku tash në televizion pa e ditë më shumë për shërbimet që ofron kjo klinik, për gjithë shikues që po na ndjekin në Mirëmëngjes si Kosovë. Çka ofron klinika? Atëherë, ne me gojën plot mund ta themi që qendra klinike stomatologjike universitare është institucioni më profesional sa i përket shërbimeve stomatologjike. Nuk ka në institucion për momentin në Republikë që ofron çështje multidisciplinare si që ofron qendra klinike universitare. Ne sot tash këtu ku po flasim, jemi në klinikën e pedodoncisë ku ofrojnë shërbime për fëmijët tanë dhe pikërisht këtu ofrohet një shërbim i cili nuk ofrohet në asnjë institucion publik në Ballkanin Perëndimor. Domethënë këtu shërbim që është ofruar së fundit? Po, ky shërbim është lëshuar së fundit. Dhe për këtë shërbim, jo vetëm investimi, po duhet kishte mbështetje edhe legislative. Kështu që në këtë rast duhet të falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë sepse na ka mbështetur në aspektin legislativ për të hartuar legjislacionin përkatës në mënyrë që ne të kemi mundësinë të investojmë në përdorimin e sedacionit inhalator, ku ju bën të mundshëm intervenimin te fëmijët të cilët janë më anksiotik, domethënë të parandalojmë ato ankthet apo frikrat e fëmijëve në mënyrë që të japim shërbime pa përvoja të këqija për fëmijët tanë. Edhe krejt qëllimi jonë është që ndërgjithësimi të fokusohet pikërisht në këtë pikë ku vizitat e stomatologut të fillimisht të janë miqësore, të krijojnë një aleancë kushtimisht të themi me fëmijët tanë që mjeku nuk është, si me them, përgjigje ndaj dhimbjes, po është ai që kujdeset, miku që kujdeset për shëndetin e dhëmbëve. Qendra klinike jonë, përveç klinikës që jemi këtu, ofron të gjitha shërbimet multidisciplinare, më të avancuara, që konsiston, domethënë, prej parandalimit deri te zëvendësimi i dhëmbëve me metodat më bashkëkohore deri te implantimi apo edhe regjenerimi kockor që ofrohet në klinikat tona specializuara. Si qëndron me pjesën e pritjeve? Ka shumë pacienta ofrohen të gjitha shërbimet, janë pritje të gjata? Atëherë, tek ne, shumica e klinikave ka 0 listë pritjes. Për shembull, ju po të vini për i bërë një operacion, nuk ka listë pritjes. Domethënë ka 0 listë pritjes edhe për implante, edhe për intervenime kirurgjikale. Mirë po, ka listat pritjes për gjërat që presim. Për shembull, ka listë pritjes pak muaj, 2-3 muaj, për shembull, për protezim. Por ne, edhe ashtu, edhe nëse nuk kemi fare listë pritjes, kaviteti oral duhet, si me thënë, kohën e vetë të rehabilitimit në mënyrë që ne të protezojmë. Do me thënë, duhet presim një kohë, edhe nëse nuk ka 0 listë pritjes, duhet presim një kohë derisa të rehabilitohet goja për ta protezuar. Kështu që vetëm në atë pikë për gjërat që presim dhe që nuk ndikojnë në shëndetin e pacientit, ka disa listat pritjes të cilat janë edhe të justifikueshme, por edhe të pranueshme sepse vetë stomatologjia është e tillë. Kisha dash pak të flasim ndoshta për gabimet më të shpeshta që nuk i kushtojmë shumë rëndësi, po i bëjmë shumë dëm dhëmbëve tonë.
ka gabime të tilla që i bëjmë sot, cili do të Këto gabime ndoshta kishin me u ndërlidh sidomos me higjienën orale. Ne duhet të promovojmë, domethënë, jo vetëm rëndësinë e higjienës orale, po edhe teknikën e larjes dhëmbëve në radhë të parë. Në dy, domethënë, mjetet ndihmëse që kanë rol shumë të rëndësishëm në mirëmbajtjen e higjienës orale. Po ashtu faktor tjetër shumë i rëndësishëm është mënyra e ushqyerjes. Ushqimi i shëndetshëm po ashtu ndikon dhe ka rëndësi shumë në zhvillimin e dhëmbëve dhe po ashtu edhe në patologjitë e dhëmbëve. Dhe faktor tjetër shumë i rëndësishëm është vizitat rutinore tek stomatologu. Nëse nuk kemi vizita rutinore, atëherë është e pamundur të përcaktojmë ose të detektojmë sëmundjet e mundshme në hapësirë të gojës. për një shëndet të mirë të dhëmbëve, mjafton vetëm një vizitë të stomatologu apo ka dhe analiza që duhen bërë më të thellësishme? Analiza laboratorike nuk kërkohen, sepse fëmijët e shëndosh, do me thënë, nuk është faktor i cili e determinon atë. Mirë po, vizitat sistematike, shëndeti oral i mirë, më pas preventiva, ku masat preventive ndihmojnë dhe parandalojnë. Qëllimi edhe është me promovu dhe me parandalu patologjit, kjo është faktori kyç. E përmendet ushqimin për gjithë ata që po na ndjekin drejt për drejt, ndoshta ka dhe fëmijë që po na ndjekin, 2-3 ushqime që ja sugjeroni që me patjetër mi pas në meny. Gjitha ushqimet nuk mundemi me i eliminu, mirë po s'paku sheqernat t'i kufizojmë. Vetëm sheqernat i tjenë kufizuara, ose dhe pas konsumimit të racionit me sheqerna, të pastruan dhëmbët me kujdes. Drejtore, edhe një këshill ose diçka nga ana juaj, me që jemi drejt fundit intervistës. Mesazhi im, domethënë, është boshti që i shënimit kësaj dite, është të kujdesemi për dhëmbët, sepse dhëmbët janë parakushti i shëndetit përgjithshëm. Domethënë, një gojë shëndosh, një trup i shëndosh. Falenderoj shumë për kohën dhe uroj që gjitha aktivitetet që shkojnë në barë, ashtu si që keni planifiku. Faleminderit juve për këtë vend për prezencën. Fillon Zagrën, pra ishim këtu në klinikën e stomatologjisë në QKUK, ku biseduam mëngjesisht me drejtorin dhe kryeshefën rreth aktiviteteve që po i shënojnë me rastin e ditës botërore të shëndetit oral. Kjo ishte gjitha Kalerini për ju në studio.